Prej disa muajsh, rreth 200 familje në një lagje të njësisë administrative të Sukthit, në kufirin mes bashkive Durrës dhe Shijak, përballen me një problematik të mos largimit të mbetjeve urbane. Siç duket dhe nga pamjet, kazanët e mbeturineve janë të tejmbushur, ndërsa mbetjet përfundojnë në rrugë, duke krijuar ndotje dhe erë të rëndë. Sipas banorëve, problemi është i përsëritur. Sipas tyre, mbeturinat mblidhen vetëm një herë në disa javë, pavarësisht ankesave të vazhdueshme që kanë bërë në vite. Mirë neve të shkretët shifës janë, si do bëhet halli janë, lekët i paguajnë të gjitha. Njerë në 10 ditë që vini marrin, fare nuk i marrin, shpërndajnë në për rrugë. Me det për kalamaj që marrin plerat në përduar. Kemi bërë ankesa, fare nuk ka gale asë njeri. Nuk jemi me bashkinë e fermës, jemi me Shijakun. Shijaku është problem me neve, ja, shu bëhë. Plerat janë mos si ma keq, jemi afër dyqanëve, asnjë zvjet i marri, na u qelb veni, s'hajmë do bukë, kemi pranë familjeve, vetëm Zotin e di, nuk e di se çfarë po bëjnë ta, a do vinë, as do vinë, nuk e di. Po kanë, sa dush. Do bënë një raq këto që të pastrohen, vetëm kur të bllokojnë rrugën, si më. Po patjetër që jemi janë kur. Kanë gjel tum, shke ku kalon, na mbiti era. Ai me tu shmuon janë me tjetrin këtu që ngjojmë, e na të shikojmë erat e këtij këtu. Ka gati 3 muja, dihesh. Ndërkohë, lidhur me këtë problematik, Bashkia e Durrësit ka deklaruar se sipas ndarjes territoriale, kjo lagje i përket Bashkisë Shijakut për administrimin e mbetjeve. Nga ana tjetër, Bashkia e Shijakut e kundërshton këtë pretendim, duke deklaruar se përgjegjësia për menaxhimin e mbetjeve në këtë zonë takon Bashkisë Durrësit. Ky ping-pong institucional mes dy bashkive ka lënë prej kohësh pa një zgjidhje konkrete rreth 200 familje të cilat vazhdojnë të jetojnë çdo ditë në mes mbeturinave dhe ndotjes.